Sërbi, ne e kem që shtoj një fjallë, hasëm për jetë shumë. Edhe e kem pasë edhe e kem, po ajde sene që a i ba shqiptari si bon aj që merë grune vlau, nëse i des vlau, për pare heq, aj që a merë qikën djallit, qikën e vlaut, ose grune vlaut, ose se bepat, ja, ata nuk ka, këta janë për shtet, gabimi maj marë o bo në qatu raste. Në qatu raste na kemë munges atë dhe kemë poshtërsi që s'ka asë nuk, treni nuk e qanë. Pse, o konë gruja e mirë, i ka qëlluë, o konë gruja e mirë, ka hanë qëre, pirë që i këtë temën për marë këto. Qa zbën shqiptari, ha? Po shqiptari i keq, jo i miri. I miri nuk e bënë ato. Për pare zbohën dhe e po. Heq. Te sërbë është diçka tjetër. Sërbi i des vlau ose pa marë parasysh grune vlau të ka diçka ekstra. Jas motër as kur pak ma tepa. Jo të na jo, të na që në disë muë të marrën e këto e pirë që i temen, se po duhet, po qysh po duhet, po qëfar po duhet, po shtërësia s'ko s'kaj. Ikja të rinëve është një çështje e cila është breng e secilit nga ne. Jo vetëm largimin nga një shtet në tjetrin. Kohët e fundit kanë filluar të boshatisen edhe fshatrat. Të njëjtin fat e ka edhe fshati Dobratin i Podujevës. Arif Sejdiu tash 70 vite jeton në Dobratin, i cili përveç fshatit na rrëfen edhe për jetën e tij. Po, për perspektivë të rinis isha dhoshë. Edhe sot, jetë dje, po edhe sot. Qysh ka qenë jeta jote këto në fëmini? Po unë të regova që o konë knasi e madhe me konë edhe këtu, po edhe me pas sebeb ka për okolla. Pse, unë i kom pas dojtë në zheti. Qëtu katuneve, Prëvuq, Pakashlic, Silevic, Lëshan zheti, Bujsha 3 net, 4 net, 5 net, u këtej shumë prapë sa sale, në komin e shku me 4-5 orë, me nonën e njështë. Dhe të është atje ku shkoj shakun knasije e sot. E sot, delë që tu s'qe kërkon. Unë po çdo ditë dalë të pishat, që atje të që të pisha. Po çdo ditë dalë atje, i bëj 3-4 kilometra rrugë. Mirë po, atje vesh një surë, se i nësën një gjallë në klivrite, edhe tash po brejtë sarkanisme të alë. Se për më që jo, për me njerëz nuk mund është mu takua, shumë rodhë. Ja keni jetu bashkë me migjallar, bashkë me këj familja, qysh keni jetu, me qka një? Po bashkë në kom me migjallar, i këm pas 2 migjallar, edhe bobën. Nëjna kom 4-5 mijë. Me qka u marrë pas familje? dhen, bollica, lot, kolin e kem pas qysh atëherë, këllim. Kem bli tokën e shkallën 65, kem bli që të kem një këtërë, që atë kem një 3 këtërë në mëdhatari një vend, këtë për shkallë që kem bli, 5 sërbë. E mirë kem jetu, nuk o konë shumë, e ke që gjendin e kem pas deri dikut mirë. Për cilës po- mosh ja ke nis mini mu babë s'ka punë të shpisë? Po, une si fëmijë, si i ri, më shku në Sloveni, një 7 vete gjysë kom në jetë. Qysh atëherë? Jo është fjalla kështu ka... 69, 70, vitet e 70, a une kom shku në Sloveni edhe pej atëherë që të mo jëmë konë i zoti veti, për shamë. Sa fëmi jeni konë? Unë konë 3 vllazë, 2 motra. Ti ke qenë maj madhi, maj vogli? Unë jëmë konë i dyti, vlau i ma konë një kohë. Kohën e fundit, ka punu në komunë, që
që është unë si moler, a tjetëri është në elektrik ka punu. Qysh tërë puna me shku në Sloveni? Po mërë puna, të herë që i ri, e dërsta, shkova me një shok. Në të vizë jëmë konë shkollë, për e ty shkova Sloveni, ne ka një 7 vjetë e gjysë. Qashtu të një, më zile si për atëherë që të mos, s'kum pas probleme, e kum pas dinarin temë, parën temë. Sa vjetë ke nejtë Sloveni? Sloveni këm ne 7 vjetë e gjysë. Ma nej? Asa ne jam kësi në Serbi, kom punu në shumë vene. Me fijen Serbis, kom shku në Rusi, në Qekti, në Bulgari. Sa vjeqarje ka në atë ko? Pashe kom pas 25, 30, 35. Ani pse e donte shumë vend lindjen, kushtet ekonomike e kishin detyruar që Arifi të largohej përkohësisht në vende të ndryshme europiane e aziatike. S'kem kalu mirë. Pse vaj? Pse? Çdo herë shqiptare o kanë shtypur, edhe pej Serbin, mas shkurti. Une në Algjerë, kur më konë, ata e kanë menu që une jam i Novi Pazar. Boshjak i Novi Pazar. Tani vike një gazetë në mujt një herë, theke, që theke vorët në prezren u thyë. U thyë në vorët në prezren, i kanë thyë shqiptarët, po si vëtek që shqiptarë se shqiptarë është shumë maj mirë se aj, po. Që është o kona, ja. Propaganda e Serbit. Mirë për shaki me thonë. Ku ta pëlqyti mas shumë ti, ku tu ka duk mas interesante jeta? Po jeta mas interesante është në Kosovë. Ma e mirë, se unë e kom nejtë edhe në Gjermoni, që i dashma se utën janë 9 vjetë në Gjermoni. Një vjetë më kanë në Zvicër. Zvicra është shtetë një ndër shtetet më të pastra që ekziston. Për mua, nështë unë nuk di me vlerësu kretë, ama aty kom mësu shumë. Aty e kom përveçu qaqë fort zanatën. Kom qenë Greqi në 90-ën, vitet e 90-ën, Greqi për shumë. Une qështu jëmë konë, se kom prit, që po vjen nesër, po. E kom vendosë, sa di kom shku, në herë kom kalu ilegalisht. E ata kur shkuën që dash, të ishin, po në dhimin e kështuarne. Po shok, a i po dhimin, po, ka pu nevoja. E një Irak që shtërë puna me shku? Në Irak jam shku me firmë, Firma në ka qu. Firma kone Beogradi. Ka pas edhe punëtor, ka pas edhe tramisadiku që janë shku, për shama, në përmes stradit Beogradi. Mirë po, jeta si jetë, këto është jetë e mirë. E për të krijuar familje, Arifi kishte vendosur të kthehej në vend. Kundër të tjerash, komenton edhe martesat e ditëve të sotme, të cilat sipas tij nuk janë fort stabile. Që shku procedura për mu martu këtë njerë me mëseta? Po mu martu, në isha në Sloveni, kum pas planet për afërsisht mijat, po e kum pas një migjë, ka pas Novi Pazar o kanë me thmi, atë një shkoj edhe dhe qaj, i leqat vjetëmi, edhe ata me thënë që atje. Një tjetër migjë e kum pas tu, a i s'ka pas një heq, tha, o konë mirë më këthyje, tha, mas me i lonë si kuraj. Tha, shpëse ki keq, edhe ju më këthyje. Edhe, kom kriju familje, dy djele, 2 qika i kam. Po atëherë o konë ma mirë se janë martuar me ato që ta kanë zonë baba, ose janë konë me mësit, edhe s'ke pas problem me do sene pak ma të këshia që po i ndodhin sa shoqnis, ose trive për shama. Ata tri, ma shumë po
Po shkojnë ka ajo më udase që po bojnë kunor. Pse bat? Po ata e dinë që janë të veta ma mirë. Të në fillim dhe me ditë mu konsultu me dhe sana. Po me vete, po me atë ditë pak një valloj temeli. Një shpi që nuk ka temel është rrezik. Se e pari tërmet të rëzën. Qysh menon që ish dasht me shku këto farë punësh në ditë? Po, une në qatë kohë kur jëmë kanë, une në qatë general, në qatë ajo nuk u kone keqe, për shumë, ketë jenë shku me mëset. Shumë i rralë të kone aji, që e ka marrë vetë, për shumë. E ka marrë vetë, po edhe ati si ka dalë bashkë mirë. E sot, po hinë kompjuter, pje gjona ajo syretin bëmbakita qëtë, e mirë do këtë sena, po. është e kaldë mrena. Duhet më rujt me së senesh, se përshën ben se më ushtu o popullë shqiptar, atë veç po vjen t'ju të kur edhe kur zë heqë. Madje, ai ka edhe disa komente për disa nga traditat shqiptare të cilat në të kaluarën janë aplikuar dhe për të cilat nuk ka qenë dhe as nuk është fare dakord. Për mos me thonë, tradita shqiptare nuk e lejon me marë. Unë kur jam konë në Algjerë, kum pa bo pyetje se atje ka pas shumë sakata. Me të meta? Me të meta, shumë. Këtu, ju i një tri, unë s'kom qka kallëzaj, për atë klasën pak ma e hërshme që o konë zomi e zene, ato senet, se nuk i mani men edhe si një njëqë. O konë i farhaliti, aj, pa veç me thonë dhe kush hinja që tia e ta heke, e saske shpullë dhe heke. E tash, që si rasë është ka pas në Algjerë. Algjerë tokë muslimone. Pra në të e kem pas pushim. Delë shumë qytetet edhe i pajsha sakata, shtrend, pjent. E pa ta bo pyetje një sërbo konë aty. Ju thesh që i fort, tha, martesat janë me me veti. Gjaku me gjak, nuk i flenë asaj, nuk e mune banë. E derisa po rrëfente për të kaluarën, Arifit në mendje i erdhi edhe koha kur ishte më i ri në moshë dhe dëshirën e madhe për të ndenjur në odë bashkë me axhen e tij, ku ndonjëherë nuk është se edhe i plotësoi kjo dëshirë. Po janë shku njerëzit, thonë të regova këtë kum pas migjen, o konë si katunar, o konë kështu pak menja ja ka rokë shumë mirë, ja ka pas kojshit mirë. Ata rëshin e proda, na keshëm qef me shku aty me ngo që po folin, që po thojnë. Mirë po, ata i kanë pas bisedat e veta, kur ishon pyetje në farë neje, në farë të bimi, në farë. Ata këshin me thonë, delni për jashtë, se thmija s'bën me kanë. Po, edhe së senësh, ka pas. Mirë po, nuk o kona dhe, edhe atëherë në shamunat me honë dikush se njëna konë që është vrarët për shamun për të mi, jo. O kona edhe të mija ka pas atë gjumë vjetë e pruë. Na për para një farveni kemë thonë që të mija Lugovice, se bajalion konë si pak ma të shumë peshë. Dhe një loku ka njëllë. Në loku është më rëzik më u zhukë edhe kështu, që mos me i folë kërkosh kërkujna. Pse pak? Pse koha, nështë përthojnë njerëzit, jo koha, edhe dënjoja është qaja që është, që jo koha. Po njerëzit ka njësë, kështu pëse që kështë me lujtë në kokë. Mos është i vedi shumë qka o ka bënë.
e lëndon njëri tjetrin, pa dy pore punë, pa far vesi, pa far lidhje në kokë. E për atë shkak, këtu ka më zhu vëzë dhe pak, se këtu s'besoj që i ka më kush me konin me full. E pse pra, cili është shkaktari? Po shkaktari është gjendja, si pikë e parë gjendja ekonomike. Ekonomike, pse? Pse me konë në tonën puna, edhe tonë me i pasë rrogat e veta, atëherë kom pak ma nyshe edhe kur të shumë ullë me hongër bu. Pse? Gjithë kush e ka atë dorën e vetë, e ka rrogën e vetë edhe si përfale për puna. Po një punon e presëm 5, atë ka nervoz, ka mos pajtime, ka mos marrëveshje, ka nervoz, ka mos vëtheq. E për qa shkak? Mirë po, sa i përket harmonisë, unë nuk e besoj që ka më këthyrë në herë në shqiptari. Pse? Pse është ka shkon, ka shduket ajo. Ato e kanë marrë me po duhen me shdu këtë pe këti dheu. Pse? Nuk e di. Ani pse vetë për shumë vite kishte jetuar në Mërgjem, të rinjve nuk ua preferon fare largimin nga vendi. Madje, Arifi mendon se po të kishte vende punë në Kosovë, edhe ata të cilët jetojnë e punojnë në shtetet të jashtme do të ktheheshin. Po, po unë apet po thomë, po këthena ekonomikisht jena të varfër. Të varën pej babe, ose pej vlau, ose pej dikuj. Ajo është shumë e rrezikshme. Pse? Pse nëse une du me pas rrugën tem, ose lekun tem, atëherë pse ma t'ju ti lek? S'muj gjithë. Une du me kryu lamiri, du me kryu familje, atëherë apet edhe mas familje me koni morën për shumë këtë gjole, s'punon. Edhe kjo është një mole, punon kur ka, po kur s'ka, punë privato kjo. Kur s'ka duhet me këshyrë, kur s'ka, pra qka këta 3 që shkojnë, unë e thëmë mjertë, ta thëmë mjertë. Qa po ta Pse? mërmenja? Se atje është dinari me gjak merët. Se unë e di ku punon Zvicër, Zvicër punohet 5 herë ma shumë se në Gjermani. Edhe se gjithkon. Po unë ka dzova Zvicër është shtetë. Me të në të rregullat që i ka, që duhet të ka. Edhe Gjermania është, po gjithkon. Pasha zotin unë se besoj që të në komunë punë me i punësua që tash. Jo mi bindën 100% që edhe kanë më këthyre. Edhe kanë më këthyre se e din qka është jeta. Shkon e provojnë, kthehet. Unë po të thamë që kthehet. Mirë po, kështu s'ka perspektivë. Këtë jole i ka 4.000, ndush i kanë i djallë. Janë talenta, unë e di që me pas konë. Në tjera shtete, aty në ju kish do veni pak ma ndryshe. Po sot ku është perspektiva? Por që ajo s'munët asë në shpet vetë me konë rahat, se nuk i ka kushtën për ka heqë. Duhet me i do 50 cent për autobus, në shkue e në podia, mu këthyje, a me mësua, më s'me mësua, që ato janë hësë. E une kësha thonë, pos ekonomikisht jena zojfa edhe lëvë, se nuk e besoj që i shkua dikush e i tushtë. Kjo është jetë gjeneti. Kosova? Oj, zote në. Kosova është, nuk ka nesheve që kuptohëm edhe këtu, të papunëtoria. Në thëmë që të bashkë, që të edhe qatë lastek. Me po me i punue, edhe që shëgrim. Djeti këmë vadit do kumpira që të ma mirë. Që ka që është kumpiri, edhe këmë hala, edhe këmë lanë.
Qëri mullat, që të 40 gojbe i kum pas. 40 gojbe mulla. Edhe ato në tonë, ato të lot, ato ma shumë kujdesna për ato, se ka që këto ka pak me këto rëzëvitum. E preka. Se i thëmë, ti kujdesu për tuat këto. E janë do sene, pa punëtori jem. Kur shkujmë jashtë, na jem punëtor që s'ka me neve. S'ka me neve, heqë. Në po të thamë, shka ku të dush, në cilin shtetë dush. Nësë pej Austria, pej Slovenia, pej Hervatia. Shka për Austri, shka për Gjermani, shka për Zvicër, shka në Skandinavia tje. I kije janë ekstra punëtor shqiptarë të Kosovës. Se në Shqipënis mës nga baraza. Jo, se une mas pak të 200 i kum pasën në Greqi. Në që ata 200, një nuk mund të një gjithë që bënë me bo shoshime ta. Se ata ishin teger. Për mua ishin teger. E tash, shqiptarët e Kosovës, ku shkojnë jashtë, ata janë qaq punëtor që nuk ka me ta heqë. Këtu, qëri be, qëri shtagat, qëri rëtat, qëri teli, qëri kuj ka qitë, që ka vigun, plus e kam nalë.